3 persona kanë rënë në prangat e policisë së shtetit në Shkodër pasi u bindën urdhrit të efektivëve gjatë një kontrolli rutinë të zhvilluar pas ditën e së hënës në lagjen Kuerile. Sipas policisë, i arrestuari është 44 vjeçari Erviz Baba, i cili rezulton të ketë qenë drejtues i automjetit. Në mjet ndodhej dhe një 17 vjeçari i cili gjithashtu është vënë në pranga, si dhe 40 vjeçari Barush Breku, i shpadhur më herët në kërkim nga autoritetet. Ky fundi dyshohet se jo vetëm nuk ju bindu urdhrit të policisë për të ndaluar, por gjatë largimit ka qelluar me armë zjarri në ajër. Gjatë kontrollit të automjetit tip Volkswagen me të cilën lëviznin të arrestuarit, policia ka sekuestruar një armë zjarri tip pistolet. Për kapjen e 40 vjeçarit, policia zhvilloi kontrolle edhe në lagjen Kiras të Shkodrës, zonë ku dyshohet se ai kishte bazën e aktivitetit të tij. Në këtë lagje, në shtator të vitit 2025, autoritetet zbuluan një ambient të përshtatur si bazë armësh. Arsenali i armëve i gjetur në ato kohë ngritet dyshime se 40 vjeçari mund të ishte i përfshirë në atentatin ndaj shtetasit Erogren Vasos, i cili mbijetoi sulmin, ndërsa 2 persona që ndodheshin me të humbën jetën. Pikërisht në këtë ngjarje të rëndë, policia e kishte shpathur në kërkim 40 vjeçarin që prej 9 shtatorit të vitit 2025, një ditë pas atentatit.